Lëvizja Socialiste për Integrim bëri thirrje për nisjen urgjente të punës për reformën zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE-Odirit. Në një mbledhje të kryesisë së kësaj partie, kryetari Ilir Meta u shpreh se reforma zgjedhore nuk është çështje oreksesh personale dhe partijake. Lidhur me domosdoshmërinë e fillimit menjëhershëm të punës për reformën zgjedhore, është koha vërtet për të lënë mënjanë fjalët dhe retorikat dhe për të nisur një punë serioze, të përgjithshme dhe në mënyrë institucionale. Pra për të kthyer fjalët apo qoftë edhe shqetësimet për zgjedhjet në vepra konkrete përmes një reforme transparente dhe gjithëpërfshirëse. Ne nxisim fort dialogun politik, ashtu sikurse nuk mund të pranojmë që për hir të dialogut për dialog të vënohen në reformat e mëdha që duhet të përmbushim të gjithë së bashku, duke nisur nga më e rëndësishmja pikërisht nga reforma zgjedhore. Transparenca është domosdoshme dhe është jetike që procesi i reformës zgjedhore të jetë i suksesshëm dhe i besueshëm për publikun dhe për qytetarin shqiptar. Mungesa e transparencës e shfaqur më parë nuk ka sjellë përmirësime. Përkundrazi, ka kontaminuar besimin te zgjedhjet dhe ka sjellë kontestimin e tyre nga pala humse. Meta gjithashtu shpreh se gjithëpërfshirja është tepër jetike për këtë reformë dhe se është e rëndësishme që të bëjmë një reformë jo të minutës së fundit, por në plan afatgjatë. Sa i takon penalizimit të padrejtë të Shqipërisë në aspiratën e saj për integrimin në Bashkimin Evropian, Meta tha se është koha që të gjithë të përmbushin prioritetet e veta dhe të shfaqin vullnetin e duhur politik.